Tragjasi njihet një nga fshatat më intelektual të Shqipërisë. Dhe fatmirësisht apo fatkeqësisht i kanë thënë mos ka vogël. Ti thua që kryeministri nuk e di këtë? Po, Se keni edhe deputetin tuaj. po ai e di, është yni edhe do të jetë yni. Se për mendimin tim ai është keq informuar për këto ngjarje tragjike që po ndodhen këtu. Edhe unë e kam përmbledhur në dy fjalë. Po. I bukur tragjas se shoqe, si mishin hellu poqe. Pse? Dje me vajzat të tragjasit janë mbledhur me kushtrimin e atë dheut këtu bës rrepeve dhe kanë lënë jetën dhe kemi të mbushur me heroj dhe me dëshmorë që Po, lapidari që në hyrje të fshatit. Tani, në tragjasë vjetër na hoqë, u dojë tragjasë, e riparuam. Ju lutem. Na prun poshtë, afër tokës edhe afër ujit. Ne kemi fjalën e kulturuar, po tek e fundit, kurrizin nuk e kthejmë na. Dalë me gjoks, edhe ky ujt e tragjasit, po nuk firmosën të gjithë ne me nipër, me mbesa, me plek, me plaka, që jemi dakord dhe një fëmijë të mo firmos, nuk do jepet ujë. Faleminderit. Faleminderit.